Artistja Elda Laro mori zyrtarisht drejtimin e Orkestrës Simfonike të Shkodrës. Ajo u prit fillimisht një takim nga kryetari i bashkisë, i cili falenderoi artistën e njohur nga Shkodra për pranimin e ftesës për të qenë në krye të kësaj orkestre. Për Laron kjo ftesë përveç rëndësisë së pozicionit është edhe një privilegj për vetë lidhjen e saj me kryeqendrën e Veriut. Jam shumë i kënaqur që të kam në këtë pjesë të ekipit dhe shpresoj shumë që të çojmë nivelin e më lartë. Nuk është se s'është punuar, nuk është se si kemi. Problemi është që gjithmonë gjërat ecin edhe gjithmonë duhet të zhvillohen. Kemi pas një fokus tek orkestra dhe dim sensibilitetin e qytetit, siç e dini dhe ju. Po. Kështu që besoj se të gjithë gjërat do të jenë në rrugën e duhur. Faleminderit që më keni dhënë këtë shansin me të vërtetë që të rikthem në qytetin tim, sepse nuk i kisha menduar, me të thënë drejtën, nuk më duke e mundur një gjë e tillë. Pas firmosjes së kontratës, Laro ka takuar grupin e Orkestrës Simfonike, ku komunikoi me artistët vizionin për një standard dhe nivel të ri të këtij formacioni. E rëndësishme është që çdo njeri nga neve ta shikoj me pozitivitet. Pse? Sepse edhe ai njeri që vjen, domethënë, në këtë rast jam unë, ka ide të reja. Do sjelli artistë të rinj, do sjelli komplet gjëra të reja që ndoshta juve nuk i keni akoma eksperimentuar, nuk i keni jetuar akoma ndoshta. Edhe pse jo me qenë të hapur edhe për këtë gjë. Më kuptoni? Sigurisht, nuk shkohet kur mbrapa, ecet përpara, sepse gjithë bota është në zhvillim, në evolim. Edhe do ju sjell gjëra të mrekullueshme. Artistë jashtëzakonshëm, shqiptar, edhe shkodran, sidomos edhe artistë të rinj, edhe do bëj domethënë gjëra që ndoshta deri tani nuk kanë qenë bëra. Kështu që të rinj domethënë të sorprezuar i çik. Ashtu, sepse Shkodra e meriton, pastaj unë nga Shkodra vi, kështu që kam dëshirë domethënë edhe kam vullnetin edhe kam të energjinë e duar që të bëj këtë gjë, domethënë bashkë me juve. Elda Laro, pianiste dhe dirigjente, është pjesë e Orkestrës së Berlinit dhe zgjell të jetë pjesë e Shkodrës, qytetin ku lindi, për të dhënë kontributin e saj në art dhe kulturë. Emra të mëdhenj të skenës shqiptare pritet të jenë pjesë e kalendarit artistik për gjatë vitit 2025 që do të realizojë kjo orkestër simbolisht Shkodrës, bën me dije zyra shtypit në bashki.